Jemi rikthyer dhe sapo ndoqët në fakt një material të përmbledhur për të gjitha eventet në fakt që ka pas edhe shoqata kulturore artistike Jehona e Malësisë gjatë festave të nëntorit. Ka qenë një periudhë mjaft e mbushur, e dim që nëntori në fakt është edhe muaji më i dashur i shqiptarëve, kështu që ka pas evente të ndryshme. Tashmë i kam mysafirët të cilët i lajmërova në studio. Këtu me mua është Liveta Arsllani Latifi, e cila është edhe kryetare apo drejtore e shoqatës kulturore artistike Jehona e Malësisë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjetëm. Këtu së bashku me mua është edhe një nga valltaret Amra Shaqiri. Përshëndetje, mirë se erdhe. Gjithashtu edhe dirigentja Anita Ali, që është edhe nënkryetare e shoqatës, gjithashtu edhe dirigente në Korin e Fëmijëve, për të cilën do të flasim sigurisht edhe për Korin e Fëmijëve, që është krijuar tashmë së fundmi. Mirë se erdhe. Më tregoni pak si ju gjetën festat e nëntorit, si ju gjeti në fakt edhe ky fillim dhjetorit, duke i mbaruar gjithë këto aktivitete që ka pasur në këtë periudhë dhe në tetove dhe në vende të ndryshme, sepse keni lëvizur gjatë gjithë kohës. Ky nëntor, si gjithë nëntorët, ka qenë i mbushur me aktivitete. Shoqia kulturore artistike bën punë të vazhdueshme që të mund të shfaqet, do me thënë, një koncert të cilin e ndjek publiku për një orë. Të rinjt kanë punu goxha mirë, janë 2 muaj intenzive, 2 muajt e fundit, punë të pandalshme, koncerte të shumta, aktivitete të shumta. Këtë vit Qendra për Kulturë ka bërë një punë të mrekullueshme. Festat e nëntorit, do me thënë, duke ja nisur nga 20 nëntori, duke ja nisur me ekspozita, me koncerte të shoqërive kulturore artistike, me aktivitete të ndryshme, koncerte të ansamblit, ka qenë e mbushur tetova me aktivitete. Shumë e vërtet, në fakt, ka pas shumë aktivitete. Unë e thashë kam thënë çdo herë që muaj nëntor është muaj më i dashur i shqiptarëve dhe ne mezi presim dhe besoj që është një muaj jo vetëm për të festuar edhe vetëm për të pasur aktivitete, por gjithashtu edhe për të ndërgjetësuar edhe për kulturën tonë që kemi, apo jo? Po, patjetër. Mendoj përveç aktiviteteve dhe të rinjt që kanë mundësi në fakt të shfaqen në skenë, kjo festat e nëntorit duhet çdo herë t'ju kujtojnë ndjenjën kombëtare që duhet ta bartin çdo herë brenda vetës, kudo që të shkojnë, kudo që të jenë dhe kushdo që të bëhen. Sigurisht, kjo, prandaj edhe po e them në fakt që këto festa duhet na kujtojnë që duhet e ruajmë dhe në fakt edhe këtë dua edhe të flasim sot, sepse përveç aktiviteteve që do të tregoni aktivitete të shumta si keni kaluar, që si kanë shkuar, dua të ndalemi pak edhe tek ajo pjesa se sa e rëndësishme është edhe pjesëmarrja në shoqata kulturore artistike dhe këto shoqatat kulturore artistike punën që e bëjnë, punën e palodhshme, jo vetëm në festat e nëntorit, për gjatë gjithë vitit, për të përcjell brez pas brezi edhe kulturën që ne kemi edhe traditat për të mos humbur ato vallet tradicionale apo edhe këngët tradicionale. Amra, më trego pak për ty si ka qenë, sepse me siguri edhe për ju ka qenë ngarkuar, duke qenë se është dashur të lëvizni dhe edhe me përgatitjet para festave, para eventeve, sigurisht jeni përgatitur shumë kohë më herët, siç tha edhe profesoresha. Po, kemi filluar, domethënë që 1 vjet e gjys jemi non-stop në prova duke ushtruar, por 2 muajt e fundit ka qenë më e ngarkuar, se u dësht jemi gati për koncerte, për festat. Sigurisht, ka qenë një periudhë e ngarkuar. Cila është pjesa, nëse do të pyesja, pjesa më e rëndë, le të themi, ose më e vështirë për ty në momentet kur duhet përgatitesh për një event shumë të madh, siç kanë qenë këto eventet e fundit? Procesi i ushtrimeve. Po, procesi i ushtrimeve, ma merr mendja, teksa i bëni ato lëvizjet e fundit mbase, teksa i përfundoni ato lëvizjet e fundit? Po, ditët e fundit janë tek pjesa estetike, ditët e fundit kur është. Amrës këtë vit i kemi lënë baj pak edhe më të madhe. Do me thënë, Amra është nga valltaret më të vjetra. Këtë vit trupës së vallëzimit i është shtu një numër më i madh i valltarëve të rinj, dhe Amra bashkë me Durimin kam punu vazhdimisht me ata, Fatoni, Amra, Durimi, kam punu që t'ua mësojnë vallet. Do me thënë, çdo herë kur vjen gjenerat e re, dikush duhet t'ua mësojë vallet. Unë jam me angazhime, jam në arsim, angazhime të shumta, aktivitete, Anita po ashtu, dhe jemi mundu të koordinohemi. Kështu që Amrës Durimit kësaj rade ju kam lënë më shumë barë. Dhe e kam pa vetë në teren se është më e vështirë, por njëkohësisht, edhe pse është e vështirë, është edhe e bukur. Tash do me thonë janë të gatshëm, lirisht mund t'u lësh në dorë të udhëheqë një aktivitet pa problem, duke ja nisur nga grumbullimi i veshjeve, nga veshja e valltarëve, duke u mësuar vallet, janë të gatshëm tamam që janë mësu të bartin traditën, e kanë kuptu çfarë do të thotë
puna dhe si bartet një valle tek gjeneratat e ardhshme. Edhe kanë kuptuar edhe si organizohet në fakt edhe një event, sepse mbase më herët kanë qenë, le të themi, janë përgatitur për vallen, por që nuk janë marrë me pjesën e organizimit. Valtarëve, domethënë nuk janë marrë me organizimin, kësaj radhe kanë qenë pjesë organizimit dhe normal, është herë e parë shumë e vështirë, por besoj që ja kanë dalë me sukses. Sigurisht, durimi do të na pashkangjitet në pjesën e dytë të emisionit, kështu që do të na tregojë edhe ai pjesën e vet, por do të pyes sa është e vështirë edhe ti ushtrosh valltarët që vinë të rinj, që mbase nuk i din ato vallet kanë filluar për në zero, apo ka pas edhe valltar që ato sigurisht për në zero kanë filluar. Ka qenë shumë e vështirë se ka pas disa valltar që nuk kanë ditë fare. Domethënë as valle normal, dhe ka qenë pak e vështirë, por për 2 muaj ja kemi dalë shumë. Jemi realist, është shumë e vështirë. Mos jemi modest, është shumë e vështirë e procesi. Në të kalumen, jo marrë me mësimin e antarve, edhe e di sa të vështirë ka pas, vajza për të kalu krejt ato barat, shu që të lumt, ke bo punë shumë të mirë. Duhet thuhet kjo, sepse në ato eventet aq të mëdha ne sigurisht e shohim atë pjesën e bukur, sidomos si publik, por asnjëherë nuk i shohim ato vështirësitë që fshihen pas, kështu që pse mos ti përmendim. Anita, më trego pak ti si shkon edhe me korin e fëmijëve, sepse tashmë është krijuar Qendra për Kulturë në fakt edhe në kuadër të Qendrës për Kulturë, nëse s'gaboj, është krijuar edhe kori i fëmijëve. Si ka shkuar ky proces? Isha me 2 mendje, ta them drejtën. Për herë të parë u mor kjo iniciativë. Kishim ato rezervat tona, ndoshta fëmija do të kemi, as do të kemi, a ka të interesuar me aktivitete që dojnë të vazhdojnë. Mirë po janë paraqit, goxha janë mbi 30 të nxonës, mbi 30 vogëlusha të vogël, janë shumë të lezetshëm. Hasim në problematika ta quaj që e kam problem ta tërheqin zërin. Çdo herë kemi bërtima, kjo është pak problem. Mirë, po me kalimin e kohës është një periudhë shumë e shkurtë që kemi nisë me ushtrime, edhe me koncertin që sapo e kalum. Me kalimin e kohës besoj edhe atë do e rregullojmë, janë shumë të gjushëm, janë disiplinuar, edhe kjo është e bukur. Kur kam pushim, atëherë lironi, 5 minuta, 10 minuta, adani, po se jemi los shumë fyt. Okej, vazhdojnë me lozin, kërcejnë, vetëm që i ruajmë bashkë me kolegen time Anisa, që është korepetitore. Edhe mandej vazhdojmë me njëherë me kongët, edhe kam për zgjedhjet e tyre. Ama mirë, janë të interesim. Ka interesim, 30 fëmijë në fakt nuk është një numër. Mbi 30 nuk është një numër i vogël, kështu që është mirë që ka interesim edhe nga fëmijët. Besoj ka pasur edhe nga prindërit në momentin që është bërë lajmërimi, prindërit kanë dashur që fëmijët e tyre të sjellin. Po se janë shumë moshë vogël deri klasa e 5 maksimum. 4-5. Me thënë klasa e 3, e 4 e 5, kemi edhe klasa e 2. Gjithashtu ndihmon shumë që janë edhe disa, ndoshta 5 ose 10 nxënës në shkollë të muzikës, edhe ndihmon shumë për intonimin, edhe fëmijët që kanë problem me intonim, ajo nuk është diçka për të turpnu, është edhe mësohet. Bashkohen me fëmijët që intonimin e kanë të lehtë, edhe kështu gjithçka është edhe bëhet një balans, le të themi aty. Sa është e vështirë edhe të punosh, tash të flasim edhe për pjesën tënde, sepse ke punë sigurisht me fëmijë të moshave të ndryshme deri diku, domethënë the që është deri në klasë të 5, po pak a shumë janë të ndryshëm me mosha. Po gjithashtu edhe përveç pjesës që intonimet e këto pjesën e këndimit që do të mësohet, duhet edhe të kujdeseni për ato, se janë fëmijë që mbase nuk i kuptojnë shumë mirë ato rregullat se si duhet, si funksionon mbase një parë. E ceka janë shumë disiplinum, edhe kuptojnë, janë fëmijë që kuptojnë, e dinë që janë në aktivitet plus, janë në Pallatin e Kulturës, ndoshta edhe ajo e ka ndikimin e vet. Kam përcjelljen pianistike prej koleges time. Ndoshta gjithë këto komponent i bëjnë që t'jenë qetë. Kjo është e gjitha. Pra po shkon shumë mirë dhe kjo do të vazhdoj, kori i fëmijëve sigurisht që do të vazhdoj edhe me eventet e tjera, apo? Tek fëmijët më tepërmi hyn në puna jo metodika e të mësuarit këngës. Do e thonë me korret e triturve apo edhe vallëzim ta quajmë është pak më ndryshe, qasja. Kurse tek fëmijët mësojnë përmes lojës. Edhe kjo pak është sfidë në vete. Mirë, po këngë bas këngë, çdo këngë e ka atë sfidën e vet, edhe besoj edhe në të ardhmen, ndoshta edhe për vitin e ri do të kemi ndonjë organizim, nuk e di ose do të jetë surprizë do e shohim.
edhe çdo këngë t'ja kushtojmë atë rëndësinë që e kërkon. Sigurisht edhe festa që është aktuale. Si erdhi ideja për ta krijuar këtë kor? Besoj për ta ceki krijimin që mbeti në gjysmë i ansamblit nacional muzikor, që është në proces. Ndoshta edhe prej saj, prej dashurisë për muzikën, unë prej si fëmijë kom dash shumë këndimin koral. Kombinimet me zërave, ajo më ka pëlqyer çdo herë. Edhe me kënaqësi marr pjesë në këndime korale. Ndoshta kjo pjesë, apo edhe djali inspirim, fëmijët tanë që tashmë jemi po edhe nana, ndoshta edhe ajo pjesë ndikon. Edhe nisma ishte e Qendrës për Kulturë që të ketë aktivitet për fëmijët. Pasti aktivitetet kanë ra shumë. E vërtet. Është shumë e vështirë për tec, mirë po kulturën nuk duhet që ta lëmë edhe të gjagitemi edhe të mbesim, stopohemi me një fjalë. Do të thonë si bartet tradita e Vallës, duhet bartet gjithçka. Në të kalumen Pallati i Kulturës ka pasur edhe kore që kanë funksionu, edhe funksionojnë akoma. Kështu ta bartim në të ardhmen. Megjithatë, eventet nuk duhet asnjëherë të mungojnë edhe sa më shumë gjëra që të bëjmë, asnjëherë nuk janë mbas edhe mjaftueshëm. Sa janë të rëndësishme edhe për të rinjt, edhe për fëmijët, edhe për të rinjt, pikërisht këto evente ose le të themi koret ose shoqatat kulturore artistike që fëmijët të merren me diçka, përveç se të mësojnë për kulturën dhe traditën, por edhe të merren me diçka sepse e dim që tashmë ka ardhur një kohë ku fëmijët vetëm në telefon qëndrojnë, harrojnë mbase ndonjëherë dhe në shkollë, kështu që telefon. Jo vetëm fëmijët, jo moshat e vegjël. Unë do të thonë ka një thënie që thotë shembulli për fëmijën nuk është ajo që dëgjon, por është ajo që sheh. Që i bie që fëmijët na shohin neve fillimisht, pastaj veprojnë në atë formë. Aktivitetet janë të nëse flasim për qytetin e Tetovës, do të thonë qyteti i Tetovës është një qytet shumë i madh, me rrethin, me fshatna. Normal që dy shoqëri kulturore artistike që funksionojnë, Gjeladin Zeqiri, Johana e Malsis, automatikisht nuk do mund t'i mbulojnë krejt aktivitetet dhe nuk do mund t'i kyçin krejt fëmijët e qytetit, edhe po të duam pa fundne. Është iniciativë për të përshëndetur kjo që ka marrë drejtoresha e Pallatit Kulturës Njom Zajmeri bashkë me stafin e saj, sa i përket korit fëmijëve, sepse më njëherë 30 fëmijë i kemi largu prej telefonave. Ato vinë 2 herë në javët, punojnë me Anitën. Kishin kënaqësinë të dalin për koncertin e 28 nëntorit, do kenë mundësi të dalin për festat e vitit ri. Automatikisht ne krijojmë një kulturë tek të rinjt, tek fëmijët, se nuk rihet dhe nuk përdoret gjatë gjithë kohës tableti, telefoni, ato lojrat cilat ata vetë i shfrytëzojnë. Pastaj, tek Gjeladin Zeqiri kemi Eles Meman dhe Albin që bëjnë një punë të shkëlqyer me fëmijët e vegjël. Ata ka një grup me mbi 100 fëmijë, mos u gabofsha. Fëmijët e cilët vinë me shumë dëshirë, ishin prezent në shumë festat e nëntorit. Pastaj, kemi grupin e fëmijëve që janë punojnë me mësuesën Xhemazia dhe ishin në koncert bashkë tek ne, një grup i madh i fëmijëve. Pastaj kemi grupin e mesëm tek ne, me që jam vetë pedagog në shkollë, e shoh se mungesa për aktivitetet e këtë rinjët është shumë e madhe. Kjo i bën fëmijët të jenë të prirur ndaj telefonave, ndaj lokaleve, ndoshta ndaj gjërave që nuk do duhet të jenë të prirur. Andaj sa më shumë aktivitete, unë personalisht mundohem të nxis, po nuk duhet të jem vetëm unë një pedagog, Anita. Do të thënë, në arsim për momentin, duhet që të gjithë të jemi një zëri, të nxisim të rinjt në aktivitete, në shkollë, t'ua bëjmë procesin mësimor, ta duan, jo, mos të duan të vinë në shkollë, vetëm në këtë mënyrë. Sa i përket kulturës, ne do arrim të bartim folklorin, dashurin për kulturën, për kombin të këtë rinjët, sa i përket muzikës serioze, do arrim të mbjellim një kulturë ndaj muzikës që në moshë fëmirore, do i largojmë nga rrugët e që janë nga telefonat, do kenë mundësin, me një fjalë të japim mundësi të rinjëve, të shfaqen në aktivitete, të marrin pjesë në aktivitete, sepse do t'i rrisim shumë mendërisht, do t'u arrisim vetdijen për kulturën, vetdijen për artin, vetdijen kombëtare, të gjitha me radhë.
E vërtet, në fakt edhe këto aktivitete, sigurisht në Tetov, unë gjithmonë e them që Tetova është ajo që ende e ruan në fakt dhe kulturën edhe traditën, ka pasur evente të shumta, jo vetëm eventet gjatë nëntorit, por ka pasur edhe më herët, qofshin ato artistike, teatri, filmat, shumë shpesh bile më thonë se ne duke i ndjekur këto ngjarje kemi qenë shumë shpesh në Tetov dhe më thonë pse nuk shpërngulesh në Tetov, sepse gjithë kohës po rrini këtu dhe kjo është një gjë e bukur në fakt që ndodhe dhe kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për të rinjt, jo vetëm në Tetov, sepse aty kanë mundësi të marrin pjesë edhe të tjerët, sepse Tetova është edhe qyteti i studentëve, besoj kanë hapësirë edhe studentët për të marrë pjesë në këto ngjarje. Mie mos të harrojmë ta zekim Tetova çdo herë ka prodhu artist. Ne kishim koncertin e ansamblit qytetror në pjesë të aktiviteteve të kulturore, fatkeqësisht një këngëtar tetovar humbi jetën dhe ai koncert u anulua, ne i shprehim ngushëllim e familjes. Kur thash se Tetova ka dhënë çdo herë artist. Duke ja nisë nga shoqëritë kulturore artistike, ne kemi shoqëri kulturore artistike 75 vjeçare. Kemi Jonën e Malësisë, në të cilën bëj pjesë unë që vitin e ardhshëm duhet të festoj 20 vjetorin. Kemi artist si Shpat Kasapi që ka përfaqësuar Tetovën në Shqipëri, mund të them lirisht se na njohin nga Shpati. I cili fatkeqësisht edhe një herë po ju shpreh ngushëllim e familjes, gjithë komunitetit artistik. Tetova çdo herë ka qenë dhe është për kulturë dhe edhe këtë vit jemi munduar, domethënë, që të cillim risi, të realizojmë kulturë, të realizojmë aktivitete, të marrim pjesë, të mbulojmë, domethënë, ta bëjmë nëntorin të duket fest. Të jetaj nëntori që ne e duam. Të jetaj nëntori që ne e duam. Sigurisht. Sa mungojnë edhe aktivitetet edhe në shkollë, përveç sigurisht këto janë aktivitete që bëhen nga institucione, nga qendra e kulturës, nga vetë shoqatat kulturore artistike, por edhe në shkollë, sa mungojnë aktivitetet? Nuk mungojnë. Po të ishit në për shkollat e qytetit, edhe ato periferike, edhe ato në për fshatra, po të ishit, gjdo shkollë ka pas aktivitet, sa i përket 29 nëntorit. Kush për 28 e kush për 27. Valla artistike, këngë, kore të ndryshme, do me thonë traditë është bënë e Tetov kjo në për shkolla. Festa e nëntorit është me të vërtet fest që fest gati në gjdo shkollë. Kjo është gjë e bukur dhe duhet jetë gjithandej kështu. Në të shumtën e qyteteve besoj që është, por që mbasi duhet pak më shumë të dedikohet pak më tepër. Jetojnë shqiptarët, mendoj se është. Amra, për ty ti si e sheh si një vajzë e re, sa të ka ndihmuar që duke qenë pjesë e shoqatës kulturore artistike Jehona e Malësisë, sa të ka ndihmuar edhe për ta lënë anash mbase këtë pjesën që e folëm edhe për pjesën e telefonit edhe për t'u inkuadruar tek pjesa kulturore artistike? Më ka ndihmuar shumë, se do me thonë unë e pjesën më të madhe të kohës e kaloj në Pallat Kulturës, duke ushtruar me nxënësit, me valltarët e ri. Tash disa valle i kemi përfunduar, tash filloj me valle të reja, që besoj se do të ndihmojnë edhe do t'i shfaqim edhe në skenë. Dhe shpresojmë se do bëhet. Do bëjnë edhe eventet e tjera, sigurisht. Është gjë e bukur kur thua që shumicën e kohës e kaloj në Pallatin e Kulturës. Bile Amra është bërë model për shumë shok dhe shoqe të cilët vazhdojnë të na bashkangjiten, pas koncerteve që është paraqit, lajmëron në telefon, a ka vendvime dhe ne. Do me thonë, kështu modele na duhen, shushtëri na duhen. Që të ndiqen, po. A ka shoqëri që mbase janë pak më portac nga shoqëria jote njerëz, të cilët janë më portac dhe që ti gjithmonë ju thua hajdeni se është gjë e mirë? Po, çdo herë kemi duke ju dhënë mesazhe për të nxitur, apo? Çdo herë, edhe kur kanë ardhur, do me thonë, në fillim nuk kanë ardhur me vetë dëshirë, kanë ardhur kështu për humbje kohe, do me thonë. Vetëm për humbje kohe. Gjysata për ashtu kanë nisë, edhe pastaj e kanë marrë shumë me seriozitet. Edhe kur vishin ditët e fundit, do me thonë u shifshin se e kanë kap shumë mirë. Tashmë e shijojnë, nuk është vetëm që kanë ardhur për humbje kohe, por që duan tashmë të jenë pjesë e asaj, apo? Po. Kjo është gjë shumë e bukur. Ne do të vazhdojmë sigurisht bisedën. Amra, unë të falenderoj shumë sepse tash do të vijë edhe durimi për të treguar edhe pjesën e tij me ushtrimin le të themi të valltarëve të rinj të cilët kanë ardhur aty. Ne sigurisht që do të vazhdojmë, do të përmendim edhe do të ndalemi edhe tek disa evente, por tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më njëherë rikthehemi në studio. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj sigurisht me profesoreshën Liveta, gjithashtu edhe me dirigjentin Anita, por tashmë na është bashkangjitur edhe Durimi Aliti, i cili është edhe valltar, pikërisht në shoqatën kulturore artistike Jehona e Malësisë, që do të na tregojë pas pak edhe për pjesën e vet. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Më trego pak për ty si ka qenë, sepse ne biseduam pak më herët edhe për festat e nëntorit edhe të gjitha eventet, organizime që kanë qenë. Për ty si ka qenë kjo periudhë? Për mua ka qenë pak periudhë e lodhshme, zakonisht
do të cek edhe se shoqëria kulturore artistike jona, gjithë valltarët jena në moshë të re, gjithë valltarët jena në zonës të shkollës së mesme, por me punën që kemi bërë, arritëm dhe realizimin e koncerteve dhe festave të nëntorit. Ja, arritët me sukses sigurisht. Sa ka qenë e vështirë, sepse më tregoi sigurisht edhe profesoresha që bashkë me Amrën, e cila ishte këtu pak më herët, edhe ti ke qenë pjesë për t'i ushtruar edhe valltarët të cilët janë bashkangjitur valltarët e rinj. Sa ka qenë e vështirë edhe kjo pjesë? Ka qenë goxha e vështirë, por me motivin që në ka dhënë profesoresha, ka qenë një punë e palodhshme për ne. Sigurisht, është diçka që e doni, e bëni me pasion, dhe kjo është gjë e bukur, apo? Po. Kjo është shumë gjë e mirë. Të përmendim pak eventet të cilat i keni pas, një nga eventet më të mëdha, nëse mund ta quaj, ka qenë edhe për 22 nëntorin, jehojnë shkronjat tona, nëse s'gaboj është quajtur. Si shkoi edhe kjo? Ai është një koncert tradicional që realizohet në Pallatin e Kulturës. Këtë vit duhet ta cek, do me thënë që ka qenë nën patronazh komplet të Pallatit të Kulturës. Ne kemi qenë realizuesit të atij koncerti. Çdo vit 22 nëntori, koncerti 22 nëntorit ka lind si ide që të kemi diçka për festën e alfabetit. Dhe çdo vit ideja e jonë si ekip në jonë të Malësisë ka qenë që aty të promovojmë çdo herë 3 ekipe, të vegjëlit, grupin e mesëm dhe grupi të rriturve. Kjo është që publiku pa folur të kuptoj se si bartet trashëgimia brez pas brezi. Këtë vit koncerti ka qenë shumë i bukur, realisht, një sallë e stërmbushur, aktivitetet të shumta, këngëtarët të cilët performojnë për Jonën e Malësisë. Kësaj radhe kanë performu Fjolla Jaju dhe Besir Ismaili, orkestra jonë që është e përhershme, e përbër nga Nehati, Arsimi, Besmiri, kësaj radhe në baterie kishim kushtrimin, trupa e valltarëve, unë Anita aty në Prapasken me këto bashkërisht, do të thonë qendra për kulturë, një punë të shkëlqyer, duke ja nisur nga organizimi çdo gjë që kishte të bëj me pjesën organizative dhe administrative, një mbështetje shumë të madhe. Thash prej fillim, do të thonë për momentin gëzojmë një mbështetje shumë të mirë nga qendra për kulturë, gati se për çdo event që realizohet dhe koncerti ishte, e menduam kësaj radhe të jetë i shkurtë. Zakonisht koncertet e shoqërive kulturore artistike të ansambleve të ndryshme zgjasin. Dhe nga Prapaskena çdo herë sikur e shoh se pasi kalon një orë fillon të zbrazet salla. Dhe ajo sikur më është bë pikë dop, më është fiksu në kokë dhe kishim menduar kësaj radhe që koncerti të jetë i shkurt, po të ketë kuptim. Dhe filloi me një recital sa i përket festas 22 nëntorit, nga moderatorja që një kohësisht është profesoresha gjuhës shqipe, mua Bia, kolege imja, bashkëpunëtore gjithashtu, dhe vazhdoj me valle dyshe, vazhdoj me vallenit e vegjilve, me këngë kushtuar festës dhe përfundoj si zakonisht me një këngë të cilën e cila më është bësi hymë tek ne Xhamadani via me krejt ekipin, një ekip i shkëlqyer, një numër i madh i antarëve dulën në skenë nga unë për herë të parë koncertin e shoh nga publiku. Do të thonë çdo herë jam aty tek mikseta sepse si kryetar e kam atë stresin, si do filloje, si do përfundoje koncerti, si do dale, dhe kësaj radhe me ftesë të drejtoreshës së Pallatit të Kulturës, e kam pa si publik, 10 minutat e para kanë qenë të tmerrshme, stresi që kisha ishte i papar, pas 10 minutave fillova ta shijoj dhe të ndjej, dhe më kam thënë që koncertet çdo herë do ishin nga publiku. Unë personalisht jam dashur shumë e kënaqur, mendoj se qendra për kulturë dhe stafi i qendrës për kulturë që na mbështesin çdo herë ishin shumë të kënaqur dhe nga publiku dhe nga britmat e tyre kuptova se e shijuan, u kënaqën. Çuditërisht këtë vit kishim publik të ri, në numër shumë të madh, dhe kjo më ka gëzuar pa mas. E di që është merit e të rinjeve, sepse kanë sjell publik të ri dhe shpresoj që të vazhdojë kështu edhe në të ardhmen. Pra sa vine rritet më duket interesimi edhe i të rinjve edhe për të parë ngjarje të tilla. Edhe falë Zotit s'ke pas aksident këtë vit. Vitin e kaluam aksident. Çfarë ka ndodhur, nëse mund na tregosh pak? Pallati i Kulturës. Çfarë të ndodh? Çfarë është problemi? Unë për vete mora vesh pastaj, edhe më njerë kam vrapuar më prapasken, çka ke jo, s'kam gjo, s'm tregon. Ta shule kokën,
A e more vesh ti më njëherë. E kish lëndu kokën, edhe gjak kish pas. Ne kishim marrën pjesë me Hynin e Flamurit, besoj, me Oktetin i Lirikum, edhe një këngë tjetër mos gabofsha, edhe ne kaluam, kishim prova me ansamblin, kishim një koncert tjetër pas disa ditësh, edhe zbrita po, shof si është të viju koncertin ndërkohë, edhe e marrë vesh që mikja ime dhe duhet të shkoj në spital, mirë po nuk shkoj. Sepse deshte të qëndroja të përfundoj koncerti, ishte i rëndësishme njëherë koncertit përfundoj. E kam atë stresin e koncertit. Pallati i Kulturës është i ndërtuar bina, pra paskena, hekura, perde të ndryshme, drita nuk ka në vendet të caktuara. Unë gati se e di për Minç, Qendrën për Kulturë të Tof, aty jo mvrit. Jonë, gjenerata jonë e duam atë qendër. Kemi dejt me orë të tëra. Vetëm në kohë të pandemisë që se kemi vizitu. Për ndryshe, kemi dejt parar, gjatë gjithë kohës, me aktivitetet të shumëta. Dhe aksidentet ndodhin, por që koncerti ishte proces që duhet të kaloje. Dhe unë të largosha ishte... Nuk të rrinte me raku të largohesh, dua të prejës deri aty. Jo, kaloj, u qetësu. Kësa radhe, më the që edhe gjdo vit të ndodhë diçka e tillë? Gjdo vit, thash, këtë vit për herë të parë. Base pse ke qenë në publik kësa radhe, apo mund të ke nuk qenë ishtë ajo? qartë më ndodhe më. Kësa radhe isha në publik, ishifsha për i para, ishte e bukur. Kjo është mjaft interesante. Tash e the që do je gjithkohës në publik, po do të rri me raku të qëndrosh në publik? Nuk mund të rije, jo. Se di. Se kështu si që të regojt, mendoj si që të regoni edhe... E kam shiu, po nuk e di për koncertet e tjera, do të mundohet. Se e pash fotografit, mjaft siklet kishe ndejt në publik. Po thash, 10 minutat e para kanë qenë të të mërshme, se kisha gjdo herë jam mësu të jem tek mikseta, tek zërimi, ndriqimi, me skenarin në dorë, na shkoj gjithçka në rregull edhe jo vetëm për aktivitetin e studionontorit. Më thonë, ne vjetë kemi qenë pjesë e parades shqiptare në Tiranë, e mrekullueshme. Duhet të jetë edhe këtë vit, po me që këtë vit nuk u realizua parada në Tiranë, realizuam aktivitetin e Strug. Gjithashtu shumë i bukur. Me pjesëmarrës nga Struga, nga qyteti i Tetovës vetëm ne, ja vlen... Si shkoj edhe kjo? Si shkoj? Si unë djetë edhe në... Shumë aktivitet i bukur. Unë mendoj se duhet të ketë kështu bashkëpunime më shpesh. Ku Tetova shkon prezanton në Strug, ku Struga vjen për një koncert në Tetov, të njihemi në mes vete. Ne është fakt se jemi që të gjithë shqiptarë. Është fakt që kemi një kulturë, një traditë, por treva dallojnë për njëra tjetrës. Duke ja nisur nga kënga, nga mënyra e të kënduarit, nga veshja, nga teshat, nga ngjyrat, nga çdo gjë. Andaj është e bukur të shkëmbejmë koncerte qytetet me qytetet, sepse ne në Strug ju dha mundësinë struganëve të shohin diçka tetovare. Strugant kur të vinë tek ne do t'ju japin mundësi tetovarëve të shohin diçka strugane. Andaj e bukur shumë. Duhet falemderuar kryetarin e qytetit të Strugës, mikën time Fitorej Strefin, e cila është pjesë e stafit për këtë organizim të shkëlqyer. Sigurisht, edhe unë mendoj që duhet ketë më shumë bashkëpunime, sepse jo vetëm qytet me qytet, por edhe një qytet brenda fshatrave në fakt dallon në veshje, diçka mund të ketë në tradita të vogla. Duke ja nisur që nga dialekti. E vërtet. Ne jetojmë në Tetos. Qyteti dallon nga fshatna. Fshatnat që jam pjesë e Tetovës flasin shumë ndryshe, po të shkojsh në anën tjetër në fshatnat e Bogovinës, një dialekt komplet ndryshe. Do me thonë, duke janis nga dialekti, nga veshja, nga tradita, nga mënyrat e kënduarit, dallojmë shumë. E vërtet. Ston kot populli fshat e zanat, të ne nuk e di, a përdoret në Tetov, por që të ne përdoret fshat e zanat, kur thonë që çdo fshat e ka zanatin e vete dhe ka kulturën e vete dhe prandaj edhe përdoret kjo. Duke qenë se folëm në fakt edhe për Livetën e treguat që domethënë nuk i rri me raku. Sa është edhe e vështirë kështu, sa vërtet në prapaskena, durim ti mund na tregosh këtë pjesë për Livetën, sa le themi e vështirë në thojzat është të themi për kur duhet të ushtroni diçka, kur duhet të bëhet një event. Normal, ditët e fundit janë normale ato, vërtet më të krejt, por jemi munduar në maksimum të mbajmë qetësinë që dalim të realizojmë koncertin shumë më mirë.
Pra e reptë është, apo? Ka moment. Jo, nuk dakordohet. Ka moment. Ka momente. Që është normale, apo? Po, është normale, po unë besoj në atë që me të bërtitura me dhunë, unë nuk mësoj të paktën ashtu. Mu po të më bërtasish, po të më bëjsh presion, asë gjë s'merë prej meje. Edhe unë nisëm çdo gjë që bëj prej të vetja. Edhe shumë besoj të kjo pjesa se me presion, me dhunë, me të bërtitura, nuk është se arjen. Tash, çdo kush kemi momentet tona. 3 ditët e fundit jonë... Jo, e bërtitën e maksimale. Ta qartësëm këtë pjesë. E bërtitur... Edhe vërtet, si të nëzitë sistemi nervor edhe mandej as pun, as s'ke kur gjo. E vërtet, nuk arrihet asgjë. Megjithatë, mirë thot Liveta, sigurisht mund të jenë ato momentet për shkak edhe të stresit, sepse është angazhim shumë i madh. Është një barkë shumë e madhe derisa të dilet në pjesën e eventit në koncert, në momentin e fundit final që dilet në koncert, besoj që është një barkë shumë e madhe. Nuk e kam përjetuar, por që ma merr mendja. Publiku shaj një orë koncert. Dhe për publikun është mrekullia vet. Për këto të rinj, çdo natë, prova, ndonjëherë nxehtë, ndonjëherë ftohtë, ndonjëherë janë të lodhur, janë me grip, sëmuren, është e vështirë. Unë e kam të qartë dhe jam shumë e lumtur. Do të thonë pjesën e grupit të rriturve, fatmirësisht unë i kam edhe nxënës në shkollën e mesme ekonomike. Janë edhe nxënës të mi dhe e kam pak më të lehtë qasjen me këto sepse i njoh nga atje, kanë ardhur këtu, është e vështirë. Shkojnë në shkollë, ndajnë kohë për shoqërinë kulturore artistike. Është për të mburur me krejt këtë grupacion që e kemi për momentin. Është e kuptueshme nervoza, është e kuptueshme që këto të ndjehen ndonjëherë. Andaj them se e bërtitura nuk vlen shumë. Presioni nuk vlen shumë. Nuk ecë lehtësimi, nuk shkon në këto raste. Në këto raste. Po e vërtet në fakt sepse ato kanë me të vërtetë është diçka për tu vlerësuar, sepse edhe në shkollë shkojnë në të njëjtën kohë që mund të jetë edhe stresi i shkollës, kanë edhe periudhë provimesh. Miq të këtyre që derisa këto punojnë për 3 orë në prova, miq të këtyre janë në parti. Sigurisht. Janë duke dalë duke pirë një kafe, ndërsa të këto sigurisht që janë duke ushtruar apo duke përgatitur. Cila mund të themi se është sfida më e madhe për të mbajtur gjallë një shoqëri kulturore artistike për kaq shumë vite, për ta mbajtur gjallë edhe pasionin edhe dëshirën e të rinjve për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve? Në gjithçka. Pas pandemijës besoj lirisht mund ta themi gjithçka ka nisë prej zero, me veshje, me antar. Edhe tashmë ky vit ka qenë më i kompletuar edhe si koncert. Po shumë vërtet është. Pandemia sigurisht pandemia i ngatroi disa gjëra që ende mbas edhe nuk po mundemi ta marrim veten prej kohës së pandemisë. Si ja bëni me veshjet, sepse përmendet edhe për pjesën e veshjeve, çfarë si gjindeni edhe me pjesën e veshjeve? Në kohën e pandemisë kishte një problem tek Pallati i Kulturës që rregullon pallatin mandej. Edhe shumë veshje u prishën origjinale. U prishën shumë, hudhën, se s'mundeshim t'i shpëtojmë në asnjë mënyrë. Edhe kanë humbur, besoj, duke u shpërndarë në për antarë, mandej është problem t'i kthesh, edhe kjo ndikon. Përgjithësia e çdo njërit antar duhet të jetë maksimale. E vërtet. Edhe tjerat mund t'i plotësojsh. Shife, deri tek veshjet përgatiten. Normal që shoqëria kulturore artistike është jo profitabile. Ne funksionojmë me buxhet nga Ministria e Kulturës dhe me mbështetjet që marrim nga komuna. Do të thonë janë 2 burimet tona që kryesore dhe të vetmet apo na furnizojnë të vetmet. Tash herë më shumë, herë më pak, herë një koncert më pak, një koncert më shumë. Në këtë formë dhe në të kaluarën, do me thonë, jam bë teshat. Kemi nda një pjesë të buxhetit që kanë qenë të dedikuar për teshat. Një koncert kemi realizu veshjet e vajzave, një koncert veshjet e djemve. I kemi arrit, do me thonë, që të pjesërisht të bëjmë një komplet të dur. Normal, ato humbin, duhet të mirëmbahen. Është shumë e vështirë mbjetesa e shoqërive kulturore artistike. Jo, rastësisht janë të pakta në numër. Do të jetë vullneti shumë i madh. E vërtet. Këto të rinj nuk paguhen. Nuk paguhet askush që vinë në një shoqëri kulturore artistike. Andaj them unë se është vlerë e shtuar të vijë njëri të punojë 3 orë dhe benefiti i vetëm që këto marrin janë dorë trokitjet. Dhe mos ta kemi dhe mbështetjen e institucioneve, kjo atëherë ma për mua është e papranueshme.
Po, atëherë mund të ndodhë që edhe ta shpërbëj krejt një shoqëri kulturore Edhe ka artistike. ndodhur. Po prandaj në fakt edhe pyetja cilat janë sfidat për të mbajtur gjallë kaq vite, sepse përmendëm më herët 75 vjet ka një shoqëri kulturore, 20 vjet tashmë po i bën edhe Jehona e Malësisë, kështu që nuk është lehtë për ta mbajtur për kaq vite gjallë. Duke qenë se afrohemi nga fundi, cilat janë aktivitetet që priten tashmë, pas kësaj periudhe të ngarkuar, aktivitetet tjera që priten prej shoqërisë? Ky stërngarkimi më i madh kaloi me nëntorin, me festat e nëntorit që është. Tash për fund vite nuk e di Pallati i Kulturës qoftë se ka ndonjë agjend. Besoj marsi do na prese me evenimente për 7 marsin, 8 marsin. Edhe mandej kemi verën më. Atëherë nisën një pjesë tjetër. Jehona e Malësisë është krijuar më 14 mars si shoqëri kulturore artistike. Dhe besoj shumë që do kemi një aktivitet atëherë. Në ndërkohë, nuk është se kemi një agent shumë para kohene, se çfarë do të ndodhë. Por që jeni përgatitur për çdo... Po që valltarët do marrin një pauzë patjetër, një pauzë një javore për pas mbarimit të nëntorit, pastaj do të vazhdojnë me prova ndoshta jo aq intenzive dhe do të jenë të përgatitur dhe të gatshëm. Për mars besoj se do kemi aktivitete të reja, sa i përket vetëm Jonës së Malësisë, Jehona e Malësisë, dhe normal pjesëmarrjen e festivalet të ndryshme, ku do të jemi të ftuar Shqipëri, Kosovë, jashtë Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, varësisht nga konsultimet dhe varësisht nga buxheti që do të kemi për të realizuar këto aktivitete. Sigurisht edhe nga ftesat që do të vinë edhe nga festivalet të ndryshme. Ftesat nuk mungojnë asnjëherë. E vërtet. Për shumë shkurt, për fund, për ta përmbyllur nga një mesazh shumë të shkurtër prej të treve ju nëse do ketë mundësi, për të gjithë prindërit, për të gjithë fëmijët, për të dhënë një mesazh për të bërë pjesë e shoqatave kulturore artistike, për t'i mbështetur edhe në një farë mënyrë. Është një eksperiencë shumë e bukur. Të merresh zakonisht me vallet tradicionale, është një eksperiencë shumë e mirë. Një mesazh bash i shkurtër, por edhe i bukur, tamam për ato të rinj të cilët duan ta dëgjojnë. Anita? Ta vlerësojmë thjeshtësinë, të duam përditshmërinë, gjërat e thjeshta janë më të çmueshme se gjithçka tjetër që mund të na rrethojnë në jetë. Sigurisht një mesazh shumë i bukur. Veta për të përmbyllur? Unë e thash edhe më herët se fëmijët mësojnë nga ajo që shohin dhe nuk mësojnë nga ajo që dëgjojnë. Le të bëhemi shembull për fëmijët tonë. Le të shohin sa më shumë aktivitete. Le t'ua mësojmë dashurinë për librin, për shkollën, për aktivitetet, shoqëritë kulturore artistike, për kombin, çdo gjë. Do të thënë, le të mësojnë vetëm gjërat e mira nga ne. Vetëm kështu do arrijmë edhe ne si popull të ngrihemi edhe më shumë se... Edhe të mundohemi të kuptojmë se më shumë jemi mësuar të keq kuptojmë. Çdo gjeneratën e re, më shumë të e keq kupton duke e gjykuar nga ajo që vetë ka përjetu ose e ka jetu. Do me thonë, këto i përkasin krejt një gjenerate tjetër. Ne jemi mësuar hap pas hapi me teknologjinë. Kurse gjeneratat e reja janë të kyçur direkt me teknologjinë. Shumë e vërtet. Edhe kjo ndikon, duhet edhe t'ju kuptojmë edhe na juve, edhe brezat më të vjetër na kuptojnë edhe neve që jemi mes dy gjeneratave, gjenerat që s'ka pas punë me teknologjinë edhe gjenerat që është tamam i lindur me. Ne jemi aty në mes i artë. Po, e kemi përjetuar atë mbasa tranzicionin. Faleminderit shumë, mesazhe shumë të bukura, faleminderit shumë që ishit pjesë për të ndarë edhe rrugtimet tuaja, për të ndarë edhe këto mendimet tuaja sigurisht. Faleminderit juve, televizionit Talsat, juve për ftesën dhe që mundoheni çdo herë që artin, kulturën, atë që bëjmë ne ta nxjerrim në skenë dhe të dëgjojë edhe publiku për neve. Sigurisht, patjetër do të jemi aty. Falenderojmë edhe Amrën që tashmë nuk e kemi, por që e kishim para pak kohë këtu sigurisht në studio. Faleminderit edhe një herë.